Ormës numër 3, arritëm te 3-shi, jemi akoma në Itali, është dita jonë e fundit edhe dolëm tani në mëngjes për kafe, por pam që kishte këtu pazar, edhe normale që mami u tur kështu me kokë, normale që kemi bler, që tani kemi vajtur në 2-3, edhe nuk e kemi bërë të gjithën akoma. Babi na la 50 euro, ne ato i prishëm, edhe tani kemi kartën e motrës. Do shohim sa do harxojmë derisa të kthehemi në shtëpi, ndërkohë te valizja ne nuk kemi vend. Nuk e di ku do i vëm këto rroba që po blem. Do shohim, le të vazhdojmë. Situata jonë, dua t'i marr të gjitha, janë të shtrenjta, nuk janë si të përdorat me 2-3 euro, janë me 10-20. Nuk dua të prish lek. Por kur i shikoj këto gjërat kështu, kaq të bukura, më vjen gjynati le. Domethënë pse ti vesh dikush tjetër edhe jo unë. Çka ka një njeri tjetër që ti vesh edhe se kam unë. Lek. Do shohim, do ta provojmë. Kjo është dhoma e provës këtu. Në mes të rrugës ne provojmë edhe zhvishemi që këtu ka edhe 5 gradë, që jemi plevitosur. Do ja dalim. Po shumë e bukur. Oh, jam plevitosur. Jeta me smart. Jana thuaj që po bëjmë tani? Po ikëm të kërkojmë për makarona, pasta freska. Për lazanja. Për lazanja, buri im tha që ka këtu, unë jam e sigurt që s'ka këtu ku më ka të çuar, por hajde verifikojmë. You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Erdhem në një dyqan këtu afër që ka në përgjithësi pasta të freskëta, ka djathra, sallamra, të gjitha këto gjërat. Nuk ishte pasta për lazanja, se ne kemi përgatitur mishin të grirë që dje në darkë ragun. Edhe dëshim sot ta bëjmë për në darkë të ham prap, se tani në drekë do shkojmë të ham sushi. Është dita jonë e fundit, si u thash, në Itali. Edhe kishim qef me që është hapur edhe një restorant i ri me sushi, të shkojmë të shohim çka ka si është. Edhe në përgjithësi më pëlqen edhe shumë sushi këtu në Itali, nuk e di pse, bëjnë fantastik. Edhe në darkë të hanim lazanja, po nuk gjetëm pastë, edhe tani po kërkojmë mos gjejmë diku tjetër. Po e vërtet është që nuk kemi dhe shumë kohë, se ora është 11 edhe në orën 12:30 ne duhet të jemi gati për restorantin, që do të thënë që duhet të shkojmë në shtëpi, të lyhemi, të vishemi, të bëhemi gati, të gjitha këto gjëra. Çfarë do arrim të bëjmë nuk e di. Po kështu është kur in 3 orë që të bësh shopping me mëngjes. Do ju tregoj blerjet tona pastaj sa të kthehemi në shtëpi. Se e la mami në shtëpi dhe ne ikëm direkt. Edhe kështu që thoni të reja tona. Ja dolëm, vajtëm në supermarket, gjetëm makarona të freskëta edhe u kthem në shtëpi. Motra, si ndihesh? Kam një mini trishtim duke menduar që nesër do ikni, por do më kaloj si më ka kaluar gjithmonë. Çfarë do bëj? Çfarë do bëjmë? Erdha te dollapi i motrës që të fillojmë të lyhemi avash avash, sepse ka erdhur ora të bëhemi gati. Edhe normale që duhet të ndryshoj këtë situatën, sepse njerë janë mbushur puçra, sepse ndroi shpesh këtë kohë ambiente dhe fytyra ime nuk është mirë. Prandaj dua të bëj pak concealer ta mbuloj gjithë këtë gjën, se nuk mundem ta më shoh më në pasqyrë. Nuk mundem. Ndiem që në këtë dhomë e vetmja gjë që mungon është një pasqyrë me LED. Po të kishte këtu një LED, do ishte fantastike për të lyer. Se ka ndriçim pak, tani unë çdo herë që vi në Itali kam një problem. Unë rrobat e motrës nuk i di përmendesh. Edhe nuk e mbaj mend çka ka, çka s'ka. Edhe motra, çdo herë që vjen në Greqi, edhe do të vishet me rrobat e mia, gjej unë outfite. Edhe motra nuk më gjen kur outfite që të vesh unë. Kështu që i thash tani do më gjesh një outfit të vesh. Kështu që unë po pres motra të më zgjidh një outfit të vesh. Sepse unë në Itali vi me një pal rroba, ato që vesh në rrugë. Pastaj gjithë të tjera ti marr këtu, sepse unë e di që kur vi në Itali mbushen plot, edhe duhet të kem pastaj vend te çanta që ti kthej ato rrobat që do ble këtu. Po, çargot se bukur me bluzkën e saj të re që i duket shumë bukur. Kukla je barketula ime. Yll. O, kala, mirë tani. Outfitin ndërkohë prap vete gjetat, se ju thash që do i zgjidh motra, po vete. Po unë çari gjeja i thasha, të pëlqen kjo bluza që të ndërtoja diçka. Jo, të pëlqen kjo. Jo, të pëlqen kjo. Jo. E përfundovi me këmishën e Clyde-it. Po, këmisha e Clyde-it shumë e bukur, është me këtë ngjyrën e verdh. Edhe kombinova me këto ngjyrë bajçumsh. Pantallona jeanse të bardha, me taka kafe, me pallën time kafe, me rip kafe dhe
Wow. Ja si duket edhe outfiti motrës, me këtë xhaketkën të bukur që ka, me palto, me xhinse, me çizme poshtë, sa të bukur I provove dhe unë nuk më bëni. Asnjë çizme jote nuk më bën, vetëm këto që kam veshur tani. Mirë, shqyr. Shqyr. Duhet t'i marrë edhe unë këto. Më pëlqejnë shumë t'i ble. Edhe arriti Klajdi, kështu që nisemi. E sollëm babin deri te sushi, po na jep lek që të hajmë vetë ne. Edhe këta të dy do shkojnë të hanë McDonald's. Se babi është e ka shumë qef sushin prandaj. Ndrim planit në momentin e fundit sa parit. Mirë, ik hamak. Babi do haj mak. I thash babi është I mirë maku këtu në Itali. Më tha ik tani nga Italia mos hamak. Dhe me thënë, njerëzit vinë këtu provojnë pizza, pasta, gjëra kështu tradicionale. Babi mak, McDonald's e. Po mami ne të treja të paktën gocat do ham sushi edhe nuk do na çet edhe koka nga burrat. Mami dha me këto, nuk ja doli. Unë mundova, por nuk I kap dot me ato, vetëm po t'i fut kështu si gjembe. Edhe u kthej te piruni. Po s'ka gjë. Të pëlqejnë mami? Shumë. Ti motra? Shumë. Ne kisha kohë që nuk kam erdhur edhe të ha sushi, më kishte marrë mallë. Edhe mua. Mbaruam me ushimin edhe dolëm jashtë restorantin. Ç'a them? Dolëm jashtë restorantit sepse po presim burra të vinë të na marrin. Më duket Klajdi është. Erdhën. Edhe mami ka pirë një gotë verë bashkë me motrën edhe tani është gati për gjumë. Lipat. Nuk kemi kohë të flemë, është ditë e fundit, duhet të mbarojmë ato që kam vënë unë mend të mbaroj. Se ndryshe. Erdhën. Unë desha të filloj t'i bëj hol me rapat që morëm që farë, ndërkohë që mami po I provon. Dish pa provoj rrobat time bashkë me Delanës. Po, mami mori këtë bluzkën këtu që shikoni se kemi dhe modele për sot. Edhe unë mora këtë fundin këtu poshtë. Unë edhe motra, të njëjtin fund, se na pëlqevi të dyjave që është ka këtë material si sofe. Shumë e bukur. Po që shkonte me bluzën time, thash ta provoj. Po me që të bën edhe ty, do ta veshësh edhe ti. Po nuk më bën se outfit me nuk më bën çizme. Nuk I bëjnë çizme dhe motrë që veshëm që parë tani, se I rinë të ngushta. Doni një sekond të zidni nga një biskot këtë fati jonë, mami. Dikë të japën biskotën e të ardhmes, e futuro. Zidhe njërën nga këto, shofën të ardhmen tënde. Do shkruaj brenda të fatin tënd. Ja, hajde një hapin I të shofën. Hajde, hapin. Tu brenda që do bësh mama e dy vajzave shumë të njohur. Për ty Instagram influencer. Your decision is unconventional, but hits the mark. E thot të kesh akoma durim, koha është në favorin tuaj. Be patient, time working in your favor. Mua thot që my decision is unconventional, but it hits the mark. Nuk më pëlqevi asnjëra. Që jam shumë deciziv si njeri edhe shkoj domethënë Elanës I doli që t'jetë kreative. I thatë beshk rëpë kreativ. Jemi kreative. We're no one higher. Shikoni kreativitetin? Bugatti në ndojmë. Ferrari në ndojmë. Lagazzoni së qojmë. Adios time. Vërtet nuk mora tjera. Po me të një të cokun mora këto pantalona. Mami vajti te stili on me fundin, po me pantalon shumë të shkojnë mami, shumë të bukura janë. Dukesh shumë stylish. Të shkon edhe ky shumë. Edhe me Milon. Shkoni sa shkon gjyra. Gjëja e parë që mora unë është ajo e dytë, se e pat fundin njerë që ju treguam. E dytë është kjo bluza, se e pash rash në dashuri, më pëlqejnë shumë këto bluzat me vendjem që janë shumë elegante. Edhe më pëlqen edhe kjo pjesa e mangëve. Mund ta veshësh pak ta shoh. Pak më të gjëra, po duhet ta veshë vërtet. Po, vishe pak ta shoh. Që tregojmë këto që nuk ka nevojë që të vishen. Morim motra këto çorapkat me arush janë shumë të bukura. Unë mora një palë çorapka kështu po shumë të bukura, po të thjeshta që ti vesh me mokasinit e mia. Ishin 3 euro një palë. Meqense nuk vajtëm në Primark, që të mirë një matje me shumicë çorape, morëm këto sot
te Mercato. Shenka ime ka haruar që ka një mam, e cila e ka rritur në plëmb të dorës këtë ditë, ka haruar fare mamin e babin. Edhe rri vetëm me gjyshërit, me zian, tezën e vet, edhe mos më shani, e di që nuk është fëmijë, është shaka edhe ironike dhe e themi kështu për shaka, se për ne është si fëmijë. Por unë e kam si birin tim të vockën, toko. Duket që kam pirë një gotë vera, nuk jam herë, nuk. Snuk, kur snuk, robi snuk. Ja, si duket edhe bluza e veshur, tani e kam vënë brenda pantallonave, po normalisht nuk më pëlqen kështu brenda, do të isha të kisha nga jashtë, po tani e kuptoni pak a shumë stilin që ka. I like it, shumë më pëlqen. Kjo kushtonte 14 euro. Fundi kushtonte 20. Kjo fundi këtu. Edhe kështu do shkonte. Apo jo? Po, shkon. Mami është veshur edhe është gati të na tregoj setin e saj të ri. Në dytë me... Re, shikoni sa bukur. Shikoni tani sa bukur duket ky seti jeshil. Më duket jeshile është ngjyra që të shkon më shumë nga të gjitha. Sa është jeshile? Jeshile është ngjyrë Është ulliri. Ulliri, po. Këtu kemi një xhaket edhe një par pantallona poshtë. Xhaketa nuk është me kopsa, është shumë e Po, është me të lidhur. lidhur. Dizajnet. Ja që t'ja u tregoj edhe të gjithën. Po mama, sa bukur që dukesh. Dukesh super elegante. Shumë bukur. Shumë cute duket. Duket cute. Po, shumë cute. Oh my god. Ja herdhën të më prishën në momentin të ble. I love it. Edhe po i përfundoj holin me një fund që është leopard. Ka këtë printin që ka dalë shumë në mod, e plus ka edhe këtë tantellën këtu poshtë, që edhe kjo është bërë super virale këtë kohë. E shikoj në çdo vend. Edhe e provova, edhe pse ishte masa medium large më bante, sepse është me kështu këtu, me elastik. Kështu që mirë, më rinte me bel të ullët, po okej, më bante, më pëlqevi shumë. Kurse mami mori një bodysuit, si quhet, një bluzë trupore, si thot mami, të zezë, të thjesht fare, thjesht ka këtë neckline-in këtu të hapur, që mua shumë më pëlqen edhe mami shumë i shkon. Edhe kjo kushtonte 20 euro më duket, kurse kjo bluzë ka më duket 10, diku aty. Mbasi kemi vjetër një super gjumë. Wow! Edhe duket nga motra sidomos kjo gjë, se motra po fjeti me drekash, pastaj perfekte! Edhe tani duhet të vishemi që të shkojmë të marrë motra një pako që i ka rritur. Ndërkohë unë nuk i thash që dje fillon me pemën. Duhet të keni parë te vlogmas i motrës këtë gjë. Kështu që sot do vazhdojmë me dekorimin, se dje arritëm deri te pjesa e dritave, edhe pastaj topat nuk i vum, se ishim super të lodhura, i kisha vajtur ora 11 e natës, kështu që do vazhdojmë sot me zbukurimin. Zbukurajms. Motra kur fle gjumë në drek. Hajde Cocomelon, ratata! Ku kemi arritur, kemi bërë Cocomelon që është këngë për fëmijë, kemi bërë tallava. Jam mërzitur shumë sot. Psikologjia me ka rënë. Nuk duket. Nuk duket se po këndoj Po motra, hajde Cocomelon. Po mundem ta shijoj re, po brenda jam e mërzitur e motra. Lare edhe unë. Hajde. Unë ndërkohë duket sigur nuk ndrova, po Thjesht vesha ndrova pantallona. xhinse. Tani nga poshtë, bizhame. Na intereson jo. Unboxing me shpik. O bukra ime, o motra ime. I ka arritur motrës Pixi. Ç'a besoni, ç'a dhurat besoni do marrun sot? Në përgjithësi ka marrë shumë dhurata këtë kohë, nuk ankohem. Jo, unë nuk ankohem. Ti një javë në Itali? Nuk kam prishur 50 euro kisha me vete kur erdha, 50 euro kam prishur. Pastaj gjithë të tjerat unë Ku nuk i e prish ato 50? Vallai nuk e di. As ti. di. Se mbaj mend. Okej. Po që i prish. Ah, okej. Sa hap me qelës? Po, Sigaripe. po, me dhëm. Dhe çfarë është? 12 days është advent kalendar. 12 days advent kalendar. No! Si! Advent kalendar. Me 12 ditë. Unë nuk isha një, e tani marrë ti më shpejt dyta. Ke bello! I like it. Shikoni sa e bukur cute. Është ora të zbukurojmë temën. Shkoni vjeti kisha sistemuar tokat. Për bukuri. Për bukuri të zotit. Të zotit. Motra më tha fillo ti vetë këtu ti vesh, po unë kam frikë si motra. I do fiks ashtu si që ka në mendje, kështu që unë nuk ime. kuptua të veti çka pa. Po jo me motra? Po.
E pastaj të rriti ndroj të gjitha ato që kam bërë unë. Mbasi mbaruam me pemën që e zbukuruam. Fillojmë me lazanja në buzhi. Ju thash që kishim përgatitur ragun që dje, kështu që tani kemi pjesën e beshamelit, edhe thjesht t'i bëjmë në një radhë atje lazanja, beshamel, ragu, t'i fusim në purë edhe të ham pastaj. Si njerëz, një natë. Një tek pullnate të hajmë si njerëz. Këtë javë, motra, kemi gatuar sa s'kemi gatuar një muaj në shpinë Po tonë. them që shtëpia është e pastër, punimet kanë mbaruar, nuk kemi hallë shumë. Ata thua. Ulesh hanë e din që do flejshu me mbarove puna. Unë edhe gjithë ne të tjera ashtu isha, po ti që ke fiksime me shpinë, me pastërtinë. Edhe tani që kemi mbledhur çdo gjë që kemi nevojë, do fillojmë të vëmë pak beshamel poshtë, shtresa e parë. Lart beshamelit do hy raguja që kemi këtu, edhe pastaj parmigiano bashkë me mozzarella, edhe shtresa e fundit lasagna. Edhe do bëhet 2-3 herë kjo si procedurë. Sa herë të duash, sa më shumë herë, aq më mirë. Aq më mirë, a? Lasagna is ready. Ja, shpresojmë të kenë dalë të mira. Të mira do kenë dalë. Po s'kan dalë të mira? Kanë dalë me dashuri. Po, ma da po. Yeah. Shumë herë mirë mban. E mbajtë me shumë herë të mirë mban. Telio! Po! Për atë vesh më që me kopsa të mbyllur. Po! Po, të lumshin ndoçka. Na lumsh. Të lumsh. Na lumsh. Je bere, ne të ndihmuam. Na lumsh. Ne ishim pak ndihmë se ti je bere, të lumsh ndoçka. Ai sa Tuj, Edhe mërë që jemi, e ju lumshin duar të dyve falemderit. Duar. Ju vetë jeni mirë. Gazi, kanë ngel ca stokime aty. More ka shumë për të patur. Ja ta mbarojmë bukën edhe do vëmë t'i bëjmë edhe atë. Taran! Është bërë këtu një transformim, nuk e di po mundeni të shikoni. Po ju kujton diçka është introja i vlogmasit, sepse tani sa e filmuam. Se kështu është kur ke pak ditë, duhet t'i bësh të gjitha, edhe mirë që kam filluar të filmoj vlogmas disa ditë para, që të arrit t'i krijojnë të gjitha këto gjëra të bukura që po bëjmë. Por tani ka arritur momenti, unë diku këtu t'ju le, duhet të ndrojmë, të çlyem, të shtrihem, sepse kam diku të 2-3 orë që të flegjum, sepse pastaj nisemi për Athinë. Detyrimin jonë është në 6 mëngjesit, që do me thënë duhet të jemi atje 2 orë para, që do me thënë që duhet të nisemi nga ora 3 të mëngjesit, që do me thënë që nuk do flem. Shumë nice! Nuk kam sot advent kalendar edhe ditët që kaluan që pat, por që nesër që do kthejmë në Athinë, do kem advent kalendar, se kam porositur 2 edhe më kanë arritur të dyja. Kështu që unë disi kështu do ju mbyll, edhe ne do shihemi nesër.